Një këshill për të burgosurit të nderuar, si të kalojmë ditët duke qenë në burg. Po, këshilla e ime për ato vëllezër të cilët do thotë janë në burg është me bë sabër. Për atë arsye se mo veç ai është i burgost. Inshallah dalin sa më shpejt. Do thotë është i burgost edhe me bë sabër. Porosia tjetër çka është, shpesh herë njëri do thotë është në burg, do thotë i pafajshëm. Do thotë ka plot njerëz të cilët do thotë janë në burg, do thotë pse janë do thotë burgost janë të pafajshëm, nuk do të thonë që kanë ndonjë mëkat apo kanë ndonjë gabim apo ka ndonjë sen. E për atë arsye do thotë, sidomos për ata të cilët janë të pafajshëm, do thotë duhet me bë sabër. E shembulltyra më e mirë se çish duhet me bë sabër, është shembulltyra e kujna e Jusufit alayhis salam. Do thotë pejgamberi i Allahut, të cilin Allahu dhul xhelal e ka zgjedh, edhe ja kanë bërë padrejsi, e kanë marrë kanë fut burg, 9 vjet kanë në burg pa kur një çfarë faje. E kemi në kësi raste apo në vendin tonë, po edhe në për vende tjera, shka shumë njerëz do thotë nejnë në për burge, do thotë janë të pafajshëm, dikush bile hala nuk është edhe i gjykum, do thotë pritët. Do thotë tek tjerë sa mos shtjellohet rasti edhe ketë këto gjana. E ketë këto e bojnë, do thotë njeri do thotë me u nervozu. Edhe me thonë pse mua me ndodh kjo, ku e di çka apo këto. E në kësi raste do thotë njeriu do thotë duhet me ditë se ai i cili është problem është Allahu dhul xhelal. E kur njeriu do thotë hin burg, do thotë i pafajshëm, po edhe në kohë me faj apo këto, çish më thonën, është duke e la do thotë atë dënimin e kësaj dunjoje, po e ka një shpërblim përpara Allahu dhul xhelal. Do thotë do të shpërblehet për ato që dikush ta ka marrë drejtën e lirisë tande apo këto. E çat shpërblim do thotë është një shpërblim i madh, edhe është një shkollë e madhe, do thotë burgi është do thotë një shkollë e madhe, saqë do thotë dietarët islam e përmendin do thotë shpesh herë medresia e Jusufit alayhis salam. Medresia e Jusufit çka është, do thotë është burgu. E shoqënia e burgit është do thotë një shoqëni shumë interesante. Edhe në burg do thotë njeriu do thotë mëson shumë gjëra. Ashtu që njeriu do thotë teresa është në burg do thotë duhet me shfrytzu kohën. Ani pse është i mshël, se edhe në burg do thotë koha shfrytëzohet. Edhe aty kalon koha, sikur shka kalon na shka jemi të lirë, edhe aty do thotë ju kalon koha sikur shka në të burgos. Por njerëzit kur janë do thotë në të burgos, çka do thotë do të me shfrytëzu kohën. Ibn Taymija çka thotë? Thotë po a ka thotë fe më të bukur dhe më të mirë se sa Islami. Ha? Kur jemi të lirë, ha? Kur jemi të lirë, bojna ibadete. Po kur të na burgosin, bojna itikaf. A di çka itikaf? Itikaf do thotë me hi në xhami edhe me përmend Allahun dhul xhelal. Ashtu që këshilla ime të ato vëllezër të cilët do thotë janë të burgost, do thotë duhet me bëni niyet. O Zot, a mëzonon mu këto, a më shtelën në burg, po ma morën drejtën e lirisë, po nuk mujnë me ma morë lirinë e niyetit me bë itikaf. Edhe tash jam në itikaf për hir të Allahut dhul xhelal. Edhe njëri kur është në itikaf sa më tepër me përmend Allahun. Na kemi do thotë plot raste, do thotë për vëllezërve të cilët kanë hinë burg kur ka dalë pi burgit, ka dalë hafizi Kuranit. Do thotë ai faktikisht ka kryer një shkollë të madhe. Apo kemi për shembull prej vëllezërve të cilët do thotë kanë hinë burg edhe gjatë kohës çka ka qëndruar në burg, ka lexuar një literaturë të madhe shumë, saqë do thotë kur ka dalë pi burgit, njerëzit janë çuditë, thotë a është veç ki filoni çka ka thonën përpara ajo. Do thotë e ka shfrytzu kohën, ka mësu diçka. Apo kemi për shembull për njerëz të cilët do thotë kanë hinë burg, ama kur ka dalë do thotë mjeshtër për ndonjë profesion apo ndonjë lëmi të cilën do thotë e ka mësuar do thotë në burg atje. Ashtu që secili i burgos i cili do thotë është në burg, s'pari herë do thotë duhet me shfrytzu kohën me bën jetë itikaf. Masi natë itikaf me lexu Kur'an, me lexu libra, me mësue zanate, mos me kaluar kohën kot. Pse se jeta është e gjatë, do thotë nuk ju di se sa ka me nejtë, do thotë ligjet ndryshojnë, situatat ndryshojnë, ka dhe njëherë njerëzit do thotë janë burg apo edhe janë me burge të mëdha, por vjen një situatë edhe të i kalohet do thotë ai problem. Asnjëherë njeriu do thotë nuk duhet me i hupën shpresat, apo po shpresën do thotë duhet me pas përpara Allahut dhul xhelal, edhe me ditë do thotë se ajo e mshelme do thotë as për njerëzve, do thotë përcaktimin, kararin, vendimin kryesor e ka Allahu dhul xhelal. Ashtu që lut Allahun dhul xhelal për të gjithë ata vllaznitë që do thotë janë nëpër burge, e kofshin ato pa faj apo kofshin me faj që Allahu dhul xhelal më dhon durim edhe mi bon për atin dhe shka e shfryzojnë kohën, e inshallah Allahu dhul xhelal i liron sa ma shpejt, që me u kthina për shtëpitë e veta dhe me vazhdu jetën e tyre normalit lirë, sikur këtë njerëzit e botës që jetojnë.